Ishte pranvera e vitit 1999, kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin. Lajme të dhimbshme për familjet e shpërngulura, për shtëpi të djegura e njerëz që largoheshin me lot në sy, arritën edhe në fshatin ton. Një mbrëmje të ftohtë, në portën e shtëpisë së gjyshërve të mi, trokiti një familje kosovare, burr, grua dhe 2 fëmijë të vegjël, të raskapitur, të frikësuar dhe pa asgjë tjetër veç shpresës për të mbijetuar. Pas një hezitim, gjyshi hapi derën dhe i ftoi brenda. Këtu do të rrini sa të doni. Jeni si të shtëpisë, u tha me një zë të ëmbël. Gjyshja përgatiti menjëherë një supë të ngrohtë, ndërsa fëmijët ulën pranë xhakut për të ngrohur. Ajo shtëpi e thjeshtë u bë për disa muaj stre për njerëz që kishin humbur gjithçka, përveç dinjitetit dhe dashurisë për jetën. Në ato ditë të vështira, gjyshi ndan me ta çdo gjë, bukën, rrobat, punën dhe shpresën. Mbrëmjeve rrinin të gjithë bashk, flisnin për Kosovën, për shtëpitë e mbetura pas, për dëshirën që një ditë të ktheheshin në vendin e tyre. Fëmijët, që në fillim ishin të trembur, filluan sërish të qeshnin e të luanin në obor, sikur lufta të mos ekzistonte më. Kur erdhi lajmi se lufta kishte mbaruar, ndarja ishte vështirë. Lotët e përqafimet në port ishin të përzira me gëzim e mall. Familja kosovare u kthye në atë dheun e tyre, por lidhja që u krijua atëherë nuk u shua kurrë. Edhe sot, pas kaq vitesh, ata mbajnë kontakte, kujtojnë ato ditë me mirënjohje dhe thonë se në errësirën e luftës, gjyshrit e mi ishin drita që u mbajti gjallë shpresën.